Mes lotëve, heshtjeve dhe dhimbjes që kanë përthyer gjithë komunitetin, banorët e fshatit Gryk Shimall në Peshin i dhanë lamtumirën e fundit 4 anëtarëve të familjes Kolla, të cilët humbën jetën tragjikisht në Itali si pasojë e helmimit nga monoksidi i karbonit në banesën e tyre. Arti Kolla, 48 vjeç, bashkëshortja e tij, Jonida Kolla, 43 vjeç, si dhe 2 fëmijët e tyre, Hajdar Kolla, 22 vjeç dhe Jessica, 15 vjeç, do të prehen në tokën ku nisën jetën, aty ku lan pas kujtime të afërmit dhe miqt përpara se të emigronin drejt Italis në kërkim të një jete më të mirë. Në fshat mbizotron një atmosferë zie, dyert janë hapur për ngushëllime ndërsa dhimbja ndihet në çdo shtëpi. Banorët flasin me vështirësi duke i kujtuar si një familje punëtore të qetë dhe të respektuar nga të gjithë. Ngjarja ka tronditur jo vetëm komunitetin shqiptar në Itali, por edhe mbar opinionin publik në Shqipëri. Sipas autoriteteve italiane, dyshohet se tragjedia u shkaktua nga rrjedhja e monoksidit karbonit nga një kaldajë e re e sapo instaluar në banesë. Prokuroria vijon hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe përgjegjësitë e mundshme. Sot në heshtjen e rënd të varrezave të fshatit, 4 arkëmortet u përcollën njëra pas tjetrës, ndërsa familjarët, miq dhe bashkëfshatar u bashkuan në një dhimbje të përbashkët për të dhënë lamtumirën e fundit 4 jetëve të shuara shumë herët. Kjo tragjedi që ka lënë pas jo vetëm boshllëk në një familje, por plag në zemrën e një komuniteti të tërë. Shumë familje mirë, shumë. Sa nuk dëru matë për i në shtëpi. Kanë mjoft nga afër familjen, ka qenë një tragjedi e jashtëzakonshme, e paparashikueshme. I shpreh ngushëllimet e mia të familjes të afërme që mos e provoftë njëri këtë dhimbje